Këtu gjithsej kam një numër për 25 qinqave. Zakonisht unë e këtë punë e punoj që 4 vite, mirë po jam vetëm në sezona, pasi që për ndrysh unë jam mësimdhënës, e du me zemër këtë punë se kjo të knaqë sinqerisht. Po shes, qingja dikon ofër 20 deri në 50 qingja në gjatë festave të Kurban Bayramit dhe që shes. Mi më është i mirë, prej 200 deri në 250, sot për sot shumë pak pedojnë punën e blegtorisë. Sa është atë një pulë? Dikon dhe 20 euro, 50 vezë bëhen ditje. A janë vo? Kam mirëm sheft për ty. Përshëndetje miq të mi të Mediumit shqiptar që krejt nga ona Adeja. Sot kom marrë në fshatin Vitak të komunës së Skënderajit, ku do të bisedoj me Alban Fazlion, i cili mban 25 qingja dhe 70 pula. Po gjithashtu ai është edhe mësimdhënës në shkollë. E për më shumë detaj me pasë sa e lodhshme është puna e tij, na ndeshni. Alban, përshëndetje, ai lodh si e? Mirë, faleminderit ju, si jeni? Mirë, faleminderit edhe na. Ka pak, po ashtu me qingja. Tregona pak sa i ki. Përshëndetje, fillimisht ju dëshiroj se ardhi. Unë jam Alban Fazliu, jam banor i fshatit Vitak, komunës Skënderajit. Këtu gjithsej kam një numër për 25 qinqave. Gjithsej është koha e Kurban Bayramit dhe kemi marrë numër mesatar për festat Kurban Bayramit. Që sa kohë merrni me këtë punë? Zakonisht unë e këtë punë e punoj që 4 vite, mirë po jam vetëm në sezona, pasi që për ndrysh unë jam mësimdhënës. Po jam mësimdhënës, pas orarit punës merrem me tu, kur kam kohë sigurisht. E sa është e vështirë për juve të jetën kohë me të qenë edhe arsimtar, mësimdhënës, të jetën kohë dhe më kujdes për qingjat? Padyshim është e vështirë kjo punë, mirë po fal angazhimit, po ashtu dëshirës dhe vullnetit, edhe përkushtimit ndaj nxënësave, po ashtu edhe gjatë punës, këto munduam që t'ja arritëm dhe t'ja dalim. A është trashëgimi apo diçka vetëm nga dëshira? Nuk është trashëgimi, është vetëm nga dëshira ime. Pasi që edhe shumë e du natyrën. Dhe me thonë, me sa kuptova nuk e bën veç për financa, jo, po e bën se e dën me zemër. E du me zemër këtë punë, se kjo të knaqë sinqerisht edhe me natyrën, edhe ambienti hapur, kaq. E sa e ke po hojrin tash, tregana? Ashtë shet edhe qingja, po? Po shes, qingja dikon ofër 20 deri në 50 qingja në gjatë festave të Kurban Bayramit dhe që shes. Sa? Po çmimi është i mirë, prej 200 deri në 250, duke përfshirë edhe prerjen e tyre. Është i arsyeshëm këtë. Është çmimi i arsyeshëm. Kuptohet që ka pak punë, mirë po pa punë nuk ka kurrë. Kush e del në ndihmë? Zakonisht këtë punë e kry vetëm unë, pa ndihmën e askujt. A mendon me trashëgu punën që e bën të ardhmen tek fëmija yt apo ndokush i familjes? Ta them të drejtën, sot për sot shumë pak pedojnë punën e blegtorisë. Po mendon për këta të rinj? Për të rinj sigurisht. Pse mendon? Meqense se je arsimtar, po e din çka duhet pak shumë të rinj, çfarë profesione? Po sigurisht mirë, po shumë po kanë dëshirë ta marrin rrugën e mërgimit, pelojnë vendin e vet. A mendon me rrit numrin e qingjave? Unë mendoj, se që cika edhe më herët, zakonisht për festën e Kurban Bayramit dikun rreth 50 qingja i marrë për zakonisht 3 muaj 4 para Bayramit dhe normal që i shes gjitha. Mirë po me i fut në ndihmër është pak problem, pasi që edhe jam i vetëm dhe këtu kanë shumë angazhim dhe kanë përgjegjësi shumë të madhe. Sa ka qenë shifrat që ka arrit gjatë festave të Kurban Bayramit, sa ka pas shitje? 50 qingja e cejke që i ke shit. Sa ka qenë fitimi? Fitimi shumë i mirë. Fitimi shumë i mirë se edhe unë sinqerisht munduna me ja jap hakin. Po. Nuk i marr veç të shes, veç përfitoj diçka edhe hajt fitimi me 100% mirë, po këta si qingja kam shumë dëshirë që edhe ju shqej të kuptohet me misër, me grur. Ofër 20 kg deri në 50 kg mundet më ndodh që është pesha e një qingje që vjen, pasi që është qetë krejtësisht bio, me misër, me grur. A keni argjimet ndaja, me që është edhe letë me imbajt? Padyshim që ka dhe shpenzime, mirë po ja dalëm. Kur të donë njëri një punë, edhe ka sukses arri. Se sa kohë the që me i rësh me këto? Unë jam që 4 vite. Që 4 vite. Përveç qingjave, e që më tregove në fillim krejt që më banë edhe pula. Sa pula i ki krejt? Po kam gjithsej 70 pula,
70 pula. Po. Apo vazhdojnë ato pulat? Po, vazhdojmë. Hajde vazhdojnë ato pulat. Krejt tha janë 70, apo? Po, gjithse janë 70, E pula të soj mon? ku të gjatë maj, prej mas luftës. Prej mas luftës, se ke do. Mo. Po, rasi dhe. Përfitojmë Përfitojmë për tyre si vezë, po ashtu edhe mishi, është gjithë shka bio, po shjetë edhe vetë. A i shesni pulat? A shesni? Po, shesim. Sa është atë një pulë? Dikon dhe 20 euro kështë një pulë. 20 euro. Po dhe mashallah ka kanë të rasta. Të mire janë, kështu janë edhe të shqyre kuptuat. Bio dhe me misër. E vezët? Edhe vezët, po. Dikon prej këti numrit, dikon ofër 50 vezë bëhen ditje. 50 vezë Po, një dikon ofër 7 euro, 6 euro. Komplete? Komplete. Komplete. 30 cuk. A menen që është më arsyeshëm me qenë se dallojnë shumë vezët e biot që janë edhe ato të marketit që i marrin? I çmimi nuk është jarësishëm, po ato e pas parasysh standardat financiare mujore. Tash, po duhet pak edhe një për shtatë vendit. A mendoni me rrit çmimin? Jo, përderisa kem klient rregull që marrin asnjëherë nuk unë sinqerisht për veti po flas edhe në qoftë se hyp çmimi edhe në 10 euro në qoftë se shkon i paku. Po, ti ke me lënë me besnik ndaj klientave. Ashtu qysh kom shit herat kalunë edhe tash. E aja ke po erin ma shumë me kinxha, a me pula? Me pula, po më duke. Po ne në fshat me çka të mirëm ja shojmë hojër. Thjesht duhet të angazhojmë përpjekje edhe nuk do të më zhgënjy asnjëherë. Se nganjëherë ka humbje, nganjëherë ka kuptuar dëmtime, mirë po ne s'do të modërzohu. Po. Kjo mesazh është shumë i mirë. A ke mendu ndonjëherë? A i dorëzu ndonjëherë, më Jo thonë? asnjëherë. A ke sakrifiku diçka? Ke lënë kash diçka për mu merr me këtë punë? Unë qyshe se kam më herët, zakonisht unë zgjohem në mëngjes në ora 5 të mëngjesit, pasi që jam edhe pak praktikant i fesë, e praktikoj fen, pasi që edhe Muhamedi a.s. na ka këshillu dhe na ka sugjeruar se bereqeti është mëngjes, edhe zgjohen 5, siç që kanë 5 ora të mëngjesit, e kryj një ritual fetar, falin namazit, po ashtu merrem me angazhim, domethënë me duke i ushqyer pra delet, pasi që në mëngjes nuk i lshej, se jam në ora 8:30 fillon procesi mësimor, deri në orën 8 unë merrem, domethënë me pula, me dele, kam edhe disa lëp. Edhe lë paske? Po i kam edhe. Sa? Nuk kam shumë, 2 lëp i kam. Ah, okej. Domethënë 2 vjeta Po. që na vyn paktën ushqimin ta kemi biotonin mishin. Po, furnizohemi me ushqim po, t'juve po, po. ta më mbyll. Nuk keni Ashtu, nevojë as ashtu. ndonjë bjas. 8:30 fillon procesi mësimor, në 8 nisem për shkollë, po ashtu pas mësimit kuptohet vinë shtëpi, i lshoj delet, po shoj pak, kuptohet. Pas sa të mbaran ushqimi i deleve, i futi aty pjesën kusht përkatëse për dele, Po. dhe kuptohet duhet pak edhe angazhim edhe për procesin mësimor që do të vijë ditë vazhdim. Sigurisht përgatitjet, Po, kontrollimi i kuptohet. testeve që kanë me nxënës. Ty halal të koft. Faleminderit. 3 puna pi bjen tash. Pula, kinxha, mos i dhënës. Çka më bëj, ç'të do po duhet. Edhe me po me qenë kaq pozitiv, me pas kaq shumë vullnet. duhet më pas Halal. vullnet, sepse faleminderit shumë. Qura ambon a pula? Jo, i kam me ton drejt një 2 shota që ti kom marrë Oh, për që mësysh. shota. Për mësysh. Vis për mësysh. A e mendojnë me rritë numrin e pulave? Po, besoj që po. Në të ardhmen. Këtë varet krejt nga kërkesa e konsumatorëve. Nëse është kërkesa për vezë, për mish, padyshim që po. Zakonisht për festën e vitit të ri, pra ka kërkesa të mjaftueshme për Po. mish, domethënë xhelav. Edhe po. Të falenderoj shumë për kohën që gjete me ndo me neve. Faleminderit edhe për jush. Na tash po vazhdojnë një 2 vezë pa i morë në kese piktuet. Padyshim që po, padyshim. Vesh kallëzë ma venin ku i bojnë vezë. Po ja, atje është. Edhe faleminderit shumë. Me ndërkofsh jeni ju çdo herë më së ardhën këtu në fshatin Vitak, konkretisht në lagjen Fazliu. Knaqësi. Faleminderit. Që, pas ka bu një. Opa, pa. Edhe që kjo. Ajo në vo. Njëra o plastik, tjetra është vezë. E pse ashtu? Ajo është, ka mirë më sheft për ty. Po këtu s'ka S'ka kanë vo. To pa ka kanë. Valla ma ke lëshu. Zakonisht pula, kur të ndroj vendin e luve, apo
zakonisht i lojnë për forreg. Forreg i thujnë kur të sheh që ka vurr në atë strofë. bën. Bën, apo në moment që e sheh zbrozën, Zbën. nuk bën vurr. Kjo është sigurisht me ju është me afru.